Për shkak të mungesës së fuqisë punëtore, me dhjetra kompani ndërtimi që operojnë në rang vendi por edhe në Vlorë, janë detyruar të marrin punonjës të huaj. Një prej tyre e takojmë në Vlorë. Ram Guxhar vjen nga India dhe punon çdo ditë në një prej firmave ndërtuese që po zbatojnë projektin e ujësillësit të ri të Vlorës. Ai tregon se prej një viti jeton në qytet, duke punuar si punëtor në këtë kompani. Për të, Vlora është një qytet i bukur e Shqipëria thotë se i pëlqen shumë. Më parë ka punuar edhe në Pogrades, familjen e ka ende në Indi e për 3 muaj thotë se do të shkojë ta takojë sërish. Vjen për të punuar në Shqipëri për shkak të pagesës, e cila thotë se është e mirë, e në krahasim me Indin është e konsiderueshme. 1 year 3 months finish. 1 year 3 months. Yes. And you work in Vlora. Unë jam nga India, kam në Vlorë rreth një vit, përthuajse 3 muaj të tjerë largohen prej këtej. What work do you do? Water pipe. Punoj në Vlorë në kompaninë që bën punimet për ujin. Përpara 3 vitesh kam qenë në Arabinë Saudite, më pas punova në Dubai dhe tani jam në Vlorë, ku për 3 muaj përfundoj. Pas përfundimit të kontratës, unë do të shkoj sërish në Indi dhe më pas do të kthehem prapë këtu. Shqipëria për mua është një vend shumë i mirë, këtu marrim një pagesë të mirë, për në Indi kjo pagesë është tepër e mirë. After come here. Familja ime ndodhet në Indi. Unë do të vizitoj familjen. Kur të arrijë me kompaninë dakordsi, do të kthehem sërish. Vlora është një qytet shumë i bukur. Më parë kam punuar edhe në Pogradec. Më pëlqejnë shumë njerëzit në Vlorë. Ushqimi është pak i ndryshëm nga India. Punojësit të cilët janë aktualisht në Vlorë vinë nga vende si Bangladeshi, Nepali, Filipinet apo India. Ata punojnë në vendin tonë duke marrë paga të njëjta sa shqiptarët, por pagat që marrin janë më të larta se vlerësimet në vendet e tyre të origjinës. Janë zgjedhur pikërisht këto kombësi për të punësuar, për shkak se ata vlerësohen më pak nga sa mund të vlerësoheshin shtetasit evropian, si dhe ata persona që vinë nga vende me standarde më të larta jetese.